E lënë në harez dhe e degraduar nga koha, shtëpia ku lindi Faik Bey Konica në Konicë të Greqisë ndodhet sot në gjendje të rënuar, me muret e dëmtuara dhe e mbuluar nga bimësia. Godina e njohur si shtëpia e Hysen Bey Shishkos mbart një vlerë të veçantë historike, pasi lidhet me jetën e një prej figurave më të shquara të rilindjes kombëtare shqiptare. Biznesmeni dhe filantropi Beqir Potka, një nga kontribuesit për rikthimin e ishtrave të Faik Konicës në Shqipëri, apelon që institucionet shqiptare të bashkëpunojnë me autoritetet greke për restaurimin e godinës dhe kthimin e saj në një muze kushtuar veprës dhe jetës së Konicës. Mbasi pasë këtë kështjell, unë do ta prap këtë lajm në gjithë shqiptarët e ndershëm, në gjithë shqiptarët që dëshirojnë për atë burr kaq të madh, që mbajtje emrin e Shqipërisë, që kur njerëzit vinë Shtetet e Bashkuara dhe presin oficerin e migracionit i vervulën, ishin fjalët e këtia. Ishte dëshira e këtia që e bëri Shqipërinë ta njëjtë bota. Unë bashkë me gjithë ata që do ta dëgjojnë këtë lajm dhe ata miqtë që unë i kam të afërt, do kontribuojmë që kjo shtëpi të kthehet një shtëpi muzeumi për njeriu më të madh që ka pasur Shqipëria. Ndërsa godina vazhdon të degradohet, mbetet ende pa një projekt restaurimi. Për shumë studiues dhe dashamirës të historisë shqiptare, ruajtja e kësaj shtëpie do të ishte një mënyrë për të nderuar kujtimin dhe trashëgiminë e një prej personaliteteve më të rëndësishme të kombit.